fakt, unë mendoj që ekziston një lloj naiviteti digital. Kjo për shkak se kur flasim me njerëz për të drejtat tona online, duket sikur po flasim për një xhungël që nuk ka mbrojtje dhe nuk depërton ligji. Megjithatë, shoqëria jonë duhet të vëdësohet se të drejtat online janë të garantuara dhe askush nuk mund të përdor account në emër të dikujt tjetër. Për shembull, ka shpesh qytetarë që hapin llogari fake dhe mendojnë që përdorimi dhe i asaj llogarie dhe fyerjet përmes llogarive fake janë të lejueshme dhe nuk mbrohen nga ligji. Ne duhet të vëdësohemi dhe të mësohemi se tashmë interneti nuk është vetëm një lojë që mund ta përdorim, por gjithashtu po na mëson që pasojat online të veprimeve online janë shumë të mëdha. Për shembull, nëse bëjmë një fyerje përmes një platforme ose një faqe në internet e cila ka një numër shumë të madh ndjekës, atëherë ajo është më e rëndë sesa të bëhet një fyerje privat. Prandaj qytetarët duhet jenë të vëdësuar dhe duhet të dinë ndikimin që ka fyerja dhe përdorimi ose keq përdorimi më saktë i këtyre platformave.